veshën Prishnalin, në dheshin kjo është peshku më i mirë se i hojnë as i smaka. Ma mirë më ta dashtë se me ditë. Kure kom zonë krapin 3 kg e gjysë. Valla Shqipnisë, s'kanë rëbë. Vendë dunë që ati që këna ndërë 10 muaj. Peshkimi për të është shqetësim i trurit. Mahmut Topanica 4 herë në javë e gjen veten pranë ujrave të liçenit të Batlllavës. Për të, kjo nuk është vetëm një mënyrë për të kaluar kohën, por një formë terapie aty ku truri pushon dhe shpirti qetësohet. Ai thot se energjinë më të mirë e merr pikërisht këto në heshjen dhe bukurinë e natyrës. Në një rrëfim të detajuar, ai ka shpjeguar gjithë procedurën e peshkimit nga përgatitja e veglave deri te momenti kur hedh gripi në ujë. Mas pare, ishin venin, që 3-4 bosa, venin ku kemi peshkue, pas 10 minutave fillojmë edhe peshkujnë kështu. Zakonisht kur jemi në përgara. Mi po tash si fillim këtu peshku i vogël, këtu kemi disa kryma kemi marrë sa për me nxanë. Qesëm këtu pak ma nalt për shkak se karrika nalt atë s'ka me mbrim. Dhe më thonë ky peshku i bardhë dhe dom krymin. Po është edhe si kuqja. Që ka shëm, liçenin e Battullavës ka shëm. Këtu ngjitet një krym, këtu ngjitet. Edhe në këtë mënyrë. Edhe tash do të me lyp thellësinë, derisa ta gjojmë. Edhe presëm, mos po bjen diçka. Që peshku i parë, do më në krym, kjo është peshku i bardhë. Jam nga një fshatë Sfesel. E kemi lumën shumë afër, edhe ka pas peshk me ballak. Nuk e di për para, pusat e Surkishit në konë të njoftë në Kosovë. Pusa shumë të thellë, kështu që konë veni shumë i bukur, peshk ka pas bërë ashtë pevelje me unë 7-8 vjetë. Edhe tonë kemi marrë me ta, mirë po në pej atyhet, ta një kemë zonë, me një vlaj, ka shkëzvicë, edhe e konë Marakli. Ta një lapë, se da mos ka pas shumë, kështu. Vitin 2001-2002 është hap shoqata peshkatare sportive rekreative Llapi. Pe atë që të montari shoqatës. Dhe më thonë kam kontribuar shumë. Kemi marrë shumë, kemi rrujt peshkun shumë. A ke marrë pjesë në ndonjë garë? Po, kena marrë garën e herojt Agim Ramadani, Gjako, këtë në Gilan. Kemi marrë garat në Livaç. Dhe më thonë gjithë antarët e shoqatave, peshkatarët të Kosovës, marrin ka 3 partë, dhe më thonë, si kur tash që mojtë gara në Llap, pe 3 parëve isha une, tash kemi fituar kushtin për me shku në garat më të tjeshme. Marrëm me marrë reale, marrëm gara kështë nivel të federatës për më kvalifikue, edhe për më lërë, po mirë, jo, unë atjes, ka pak që është sa me zbukuru pak, dhe mund qatë të garë, se problemi, po vitet, kushtet. Cili ka qenë peshkimi yt më i paharrueshëm dhe pse? Më i paharrueshëm ka qenë kur e kam zonë krapin 3 kg e gjysë. Për herë të parë. Ku e ke zonë ata? Më zonë këtu, ma nalt atje është. Te Bryli Gjakalive është një vend ku quhet ashtu. Që e kom pas shumë emocione kur ka rajt peshki masës. Tani mos, së konë interesant atin. Cilat janë vështirësitë dhe të mirat e të qenit peshkatar? Vështirësitë e peshkimit. Kur prishet shefi, kur të bjen shi, e ta lën peshkimin gjysë. Se përgatitesh mirë, kur të vesh bjen shi, sa në kushtet atmosferike, kështu që dalëm të zhgënjë, kupton. Kur është koha e mirë, më dalë me shoqëni se ne është një peshkim i mirë, i paharruar. Jo që dalëm peshkim normal, po edhe kemi shoqëni as mirë, kështu që kënaqem edhe peshkojmë, po edhe bisedojmë, edhe bëjmë hajgare, tonë se s'është pranverë, që të lloj peshkun e bardhë, e du aromën shumë tina. Kam shumë lloj, i kam shiju, ama këta diqysh më kam jetë, edhe mblyshi. Mirë, po kjo është peshku më i mirë. Kur veshin Prishnalin, na veshin kjo është
peshku më i mirë se i hojnë as i smoka. Faktikisht, kur të pjeken mirë këta, nuk kanë hale. Dhe mund piqen hale se s'kanë, se kështi kanë të hollë, edhe kur piqen, kësë s'ka hale, dhe mund i hanë pa problem, pa gale, se dikush i hanë po ka frikë, mos në i hale, po jeta diçka. E këto gruaja i pregadit shumë mirë. Merë, tash përkallëzën një recept, e merë mjellë të kalamajt, me veget, pa kryp. Vegeti qasin bas. Nevojës. Po, nevojës, merë limonin, hudrën s'pedojnë se edhe hudrë është i misën. Çdo peshkim mund më bu kombinim i gjitha llojeve. Me gjitha melmesa. Po, qashtë. Është i mirë, është i forë, i pjek mirë. Qaj është knasi për mu. Të tjerat si kam ku me disa. A ka ndonjë sekret që vetëm peshkatarët e dinë? Ka. Cilat janë? Po të thëmë. Për shamë në emision, kështu në Facebook, kur ta peson dikush ku ka nëzun një vend peshkim, i uron dikush, mirë po cilë vend ke aj. E aj është sekret për to se s'kallëzën. Për shkak se shkojnë tani gjithë aty dhe e mëzojnë vendin. Kështë aj sekreti peshkatarë. Po tani është e sekreti tjetër, këtë ngara kur mojnë, zakonisht ngara marë pjesën, i kom qef vetë. Këtë llojin e ushqimit kur të e bojnë, nuk të tregojnë. S'tregojnë si e bëjnë? Që ka pa kofi, mi pregatit to. E nuk tregojnë, se do në më vene por, në zënja unë sene. Mi po, me i provoj që kina mësua edhe na. Mi po, unë se kam atë problem, i tregoj. A është punë fati peshkimi, apo ka të bëj me teknikat? Punë fati. Është një fjallë popullore, ma mirë më ta dashtë se me ditë. Na përdore na peshkatarët, edhe në fakt që ashtu është. Se është vakt veni edhe veni ku të cilën. Për shamu 10 metra, atje punon këtë s'përdën. Veni se qyshërin të batuba peshek, mirë po është edhe fati. Mirë po është edhe për me ditë njëna me tjetërën, se duhet me ditë me çfarë ushqime, çka hanë peshko. A pëtan, janë ato, për shamu që kjo peshku i bardh hanë me krem. Me boks preferohet me krem. Për shembull krapi me krem, rrollë në njësë se me kalamaq. Me kalamaq është ata special. Çdo peshk e ka të ushqimin e vetë, kupton, që është. Qysh njihesh ti kur peshkon? Shumë relaksues. Qetësoj nervat, nuk mendoj për asgjë tjetër hiç. Këtë botën e peshkimit mendoj ti as problem, kështu. Shumë ndihem i relaksuar. E manë, që shtojnë të manë 3-4 ditë marë që atë qefin e peshkimit për kia. Nuk menëm as për probleme, as për kur gjahej, vetëm që peshkimi është qetësimi i trurit është. Të me thonë relaksimi dhe është peshkimi. Peshkimi është. Edhe pse kanë kaluar shumë vite që nga fillimet e tij, Mamuti nuk e mendon fare ta ndalë këtë pasion. Asnjëherë. Një fjallë popullore thojnë tash, po thëmë edhe njena, thojnë që peshkimi është edhe smundje. Unë nuk e di që qenë smundje, por se kuptojnë këtë sport, është relaks. Shpirtin e kënaqë kur del një peshkim, një ditë për shembull, thash 3 ditë 4 herë në qatë gëzim, në qatë hari. I harën gjitha ato, se problemet çdo njeri ka, po kupton? Mirë, po këtu i harën. Sikur një shesni del një muhabet e bën pin kafe, një është relaks, shkon të shtëpia diçka që i zumë relaksu. Në cilin muaj të vitit zakonisht uni me peshku ma shumë? Tan vitin, që po, dimnit jo, dimnit normal. A ka për shembull ndonjë muaj gjatë pranverës ose që ka mas shumë të tashçe? Prej marsi fillon peshku me punu. Mars, shkurti. Mirë po edhe ka vjeshta punë shumë. Për shkak se atëherë, sidomos lloji i krapit, peshku, fillon me ushqyje e mu pregadit për dimën. Vjesht ushqet, hajton dimën, hen thellësi edhe s'ushqet fare. Tu ka shumë peshk. Ka disa lloje, që për shembull krapi, është babushka, shtuka, është dergeci, mlyshi,
Sidomos kjo, peshku i bardhë dhe sikur që ka sa dush. Cili prej tyre është më i shishëm? Bashkëshmi është krapi dihet. Me që me konë, do me thonë, kështu me kilazh shumë të madhe. 3 kila gjysmë më i shishëm është. Me konë 5-6 kila që është pak ma, jo i shishëm asë. Deri në sa kilogram keni arritë me i peshku dhe tash? Po më të madhe këmë zonë 13 kila gjysmë, tash pa po ashtë. është konë silor, se që thujnë silor. 6 kila këmë peshku, 3 kila, 5 kila shumë herë. Së është qaqë. Sa njoftë peshkani? Shkojmë dhe 4-5 herë, po. Të kemi afer liqenit. Të më unë që të pranë vera, se tani e rrallojmë. Unë më të ndrejtën tani, peshkën e madhë nuk e njekë. Zakonisht verës shkojmë me shoqni, shkojnë në Shëngjën, aty në dhëmi. Gëzëm shtefullin, kocin, levrekun, e ma shumë shtefull. Nëse të kisha mundësia me zgjedh një vend në botë për me shku me përshku, cilin vend e kishe zgjedh? Valla Shqipëni, se s'kanë rrë. Vendet dunë që ati që këna ndrujë gjithmonë.